Mirëmbrëma të nderuar shikues. Më 5 gusht të vitit 2015, në Kuvendin e Kosovës me 82 vota pro, u miratua vendimi dhe ligji për themelimin e gjykatës speciale të Hagës. 10 vite më vonë, po protestohet gjithandej kundër kësaj gjykate speciale. Pas protestave në Strasburg, në Hagë, në Prishtinë e Tiranë, tani radha ka ardhur për të protestuar në Shkup. Nesër, në ora 13, në sheshin Skënderbeu në Shkup, do të protestohet kundër gjykatës speciale. Kush janë organizatorët e kësaj proteste, pse protestohet pikërisht tani në Shkup, dhe çfarë impakti apo ndikimi prodhojnë këto protesta që janë mbajtur pra tani nesër në Shkup, protesta e 5 me radhë, në vendimet që do të marrë kjo gjykatë speciale në Hagë. Për ta bërë këtë diskutim, për ta zhvilluar këtë diskutim, ne sonte kemi të ftuar anëtarin e Këshillit Organizativ, zotin Rafiz Aliti. Mirëmbrëma zoti Aliti, mirëse. Mirëmbrëma, mirësi u gjetë. Bashkë me ne në studio është edhe profesori universitar dhe analisti politik, zoti Murat Aliu. Mirëmbrëma zoti Aliu, mirëse erdhët. Faleminderit për ftesën. Njoftoj publikun që i ftuar ka qenë edhe zoti Bujar Dardishta, për të qenë këtu bashkë me ne, mirë po për shkaqe subjektive na ka informuar paraprakisht që nuk do t'jetë prezent sonte bashkë me ne. Prandaj ne po fillojmë këtë diskutim sa i përket protestës së nesërme me juve zoti Aliti, si antar i Këshillit Organizativ. Si kaloi kjo procedurë dhe ky proces i përgatitjes për një protestë të tillë, sepse gjatë kohë nuk është protestuar në Shkup, dhe pikërisht tani po vim me një protestë e cila mori një jehon edhe përtej kufive. Ku keni arrit me përgatitjet? A jeni gati nesër, gjithçka ka vijuar sipas asaj që keni planifikuar për të protestuar nesër? Po më pari përshëndes të lishiqus të juaj edhe juve, faleminderit për ftesën. Gjithsesi se Këshilli Organizativ ka bë punën e vet gjatë këtyre javëve, pasi që ka diku të 15 ditë që ne mlidhemi, debatojmë me zveti për përgatitjen, kuptohet që sa më mirë të kaloje kjo protestë. Me them këtë se janë bërë gjithë kërkesat në kuvendin e qytetit Shkupit, apo të kryetari kuvendi i Shkupit. Janë njoftu policia, janë marrë lejet gjitha, pasi që Bujar Dardishta, avokati, ka qenë i angazhuar pikërisht për këtë që të marrë kontaktet dhe janë siguruar gjitha lejet sa i përket aspektit juridik, edhe pse kushtetuta dhe ligjet e mundsojnë edhe nëse nuk merret leje që protestat paqësore gjithkund botë mbahen edhe këtu, edhe ashtu do të mbak ajo protestë paqësore, kështu që deri tash punët kanë rrjedh ashtu siç i kemi para pa. Kuptohet organizator është shoqata e veteranëve të luftës Kosovës, ku edhe Ali Ahmeti bën pjesë. Natë edhe kuptohet se Ali Ahmeti është një ndër ata organizator që dhe vlerësimi ka qenë se ne kemi qenë një tërësi territoriale në kohën e Jugosllavisë. Se kemi jetu me një shtet, edhe pse kufit kanë qenë administrativ, Maqedoni, Kosovë, Malizi edhe kështu me radhë, po shumica prej nesh në atë kohë nuk e kemi ndjetë, qytetarët nuk e kanë ndjetë ndarjen me Kosovën, edhe pikërisht për atë mu përvodha jo, se kemi qenë një njësi, në realitet kemi qenë një tërsi, në atë kohë, dhe ne kemi ndjetë nevojshme se duhet edhe në Shkup të mbahet. Pra vlerësoni që nga aspekti administrativ e juridik i keni kryer gjitha procedurat, në aspektin e mobilizimit të masës, si qëndron puna zoti Aliti, pritet masovitet nesër në protest? Po gjithsesi, ne njoftimet në këtë drejtim basi kemi marrë edhe lehet edhe ata, edhe pa i marrë lehet, ne kemi bën njoftimin, kemi njoftu opinionin, duke nis nga krerët që kanë marrë këtë iniciativë, Ali Ahmeti, zotni Gucati, Xhavit Jashari dhe krerët tjerë të VLU-ÇK-s Kosovës, kanë njoftu opinionin se me 13
10 orë dhe të mbahet protesta në Shkup në ora 1 dhe kështu me radhë. Mendoj se edhe ne tjertë kemi bë punën tonë që të sensibilizohet apo të njoftohet qytetari se kjo protestë është protestë paqësore dhe është interes, them, i gjithë qytetarëve liridashës, do të kisha thënë, jo vetëm i shqiptarëve, por edhe tjerëve që të përkrahet një protestë që ka për qëllim drejtësinë, që ajo gjykatë speciale në Hag që u themeluan nga Kuvendi i Republikës Kosovës me të vërtet marrë vendime drejta. Ja them këtë për shkak se shqetësimet tona kanë qenë prej mbas themelimit të kësaj gjykate, kuptohet, prej arrestimit të krerëve të UÇK-s apo presidentit Thaçi dhe pastaj pasun arrestimet tjera. Po, ne do të flasim, Zoti Aliti, edhe për gjykatën Po, speciale. shqetësimet tona kanë qenë për shkak se, them, rrethanat që u bë arresti ishin rrethana jo normale. Arrestohet një president i cili udhëtonte për SBA, u kthi prej Vjenë mbrapa, por sa ka marrë lajmin. Dhe i them këta për shkak se që atëherë u pa se kjo gjykatë më tepër është marrë gjatë tërë kohës me politikë, se sa me punën apo qëllimin për çka edhe votoi Kuvendi i Kosovës. Zoti Aliu, tani na duhet një qasje e prizmit analitik mbi të drejtën e qytetarëve për të protestuar kundrejt vendimeve, çfarë do natyre qofshin. Tani kur po flasim për protesta që veç më janë organizuar, pra kjo është e pesta me radhë. A vlerësoni që ne në hyrje përmendëm që po flasim për një vendim që është marrë 10 vite më herët. Tani ish krerët të UÇK-s, pra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi po vuajnë dënimin që 5 vite pra pa pas një vendim përfundimtar mbi atë që duhet të lirohen. A është moment i vonuar që qytetarët po mobilizohen pra në rajon dhe në botë për të protestuar, apo është koha e duhur që për ta ngritur zërin pra edhe 10 vite më vonë pasi është themeluar kjo gjykatë speciale? Atëherë, kështu Avedin, nuk e di, unë mendoj që është vonë pak. Vonë kuptimin e dhënies së ndonjë efekti. Do dalim tek çështja e protestës dhe drejtës për protestu dhe protesta si akt politik. Pra, kur them vonë, kam parasysh që basi është dashur të mendohet, analizohet dhe interpretohet kjo çështje atëherë kur ka qenë momenti. Dhe momenti ka qenë vitin 2015, kur është votuar kjo gjykatë e cila që nga fillimi dihej që do t'jetë një anshme. Atë nuk e di ata them a do t'jetë një anshme, por si me thanë, dihej që krijohet për me shpagu disi Serbin, pra për me vendos një lloj balansi ndërmjet gjykuarve sërb për krime lufte dhe tani pak edhe me e balansu çështjen edhe shqiptarët me ishti në këtë komponent. Edhe pse atëherë ne dim gjithë që ka pas zëra, edhe nga, le të themi, nga opinioni, por edhe zëra politik, le të themi vetëvendosja dhe zoti Kurti, cilët kanë paralajmëruar shumë qartë që në gjykatë e tillë nuk i duhet Kosovës. Tani partitë që e votuan LDK, PDK dhe tjerët më atë kohë, dhe ato cilët e mbështetën, pra mendoj që ranë viktim e atij diskursit të sforcuar, mendoj unë, të tepërt, që këtë ne kërkon faktorin ndërkombëtar dhe tani mbyllet gjithçka. Jo që ne duhet ta kundërshtojmë faktorin ndërkombëtar. Kur them faktorin ndërkombëtar kam parasysh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Por sikur me rezistu ndonjëherë asaj, nuk bëjmë edhe keq. Tani këtu tek gjithë ky proces janë janë dy çështje thelbësore. Çështja e parë është akti i dënimit personave në fjalë, pra si persona fizik, zotit Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, dhe akti njëllosës së ushtrisë ligjtare të Kosovës, apo le të themi kauzës, pra. Këtu, prandaj është dashur të mendohet dhe rishikohet shumë mirë kjo çështje. Po tani ajo veçsema ka ndodhur. Tani tek çështja e protestës, protesta është në kryekëput akt politik. Edhe demokratik. Dhe drejt demokratike, por si akt është politik.
dhe sigurisht që protestojsh kërkon një lloj vetdijeje. Pra, protesta madje mund të llogaritet një ndër vetdijet më të larta politike që mund ta ketë një shoqëri apo një komb. Tani kjo nuk do të thotë që vlen për shqiptarët, se shqiptarët kanë protestuar vetëm për çështje kombëtare dhe etnike, po protesta është shumë llojshme, po sidoqoftë është një diçka le të themi një e drejtë demokratike dhe është e pakontestueshme. Tani a mund të ketë kjo një lloj efekti, unë thashë në fillim nuk e besoj që do ndikoj tek gjykata atje, por çfarë është rëndësia e kësaj proteste? Është rëndësia simbolike që shqiptarët, pra me akoma, pra 25 vjet apo 30 vjet pas përfundimit të luftës së Kosovës, po mbrojnë me fanatizëm dhe shumë mirë që mbrojnë një kauz të drejtë, e cila ne ka shtiru, e cila ka qenë ndër faktorët kryesor, le të them, për shtirimin e Kosovës nga Serbia. Në këtë kontekst mendoj që duhet mbështetur një protestë e tillë, e tani këtu a do politizohet, si do interpretohet është çështje tjetër, por parimisht mendoj që është një protestë e drejtë për t'i dhënë paktën një mbështetje simbolike atyre njerëzve atje, cilët kështu apo ashtu janë identifikuar si udhëheqës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, zotë Aliti, me që jeni edhe antar i këtij këshillit organizativ, çfarë në realitet nesër konkretisht do të kërkohet nga gjykata speciale? Cilat janë kërkesat konkrete që i keni hartuar që nesër do të jehojnë në protestët që do të mbahet? Unë do të filloj prej fillimi që nuk pajtohem tërësisht, pjesërisht pajtohem me parafolsin. Pse u themelu kjo gjykat? U themelu për shkak se nëse u kujtohet Dik Marti dul me një akuzë shumë të rëndë për ushtrinë çlirimtare kombëtare, se ushtria çlirimtare kombëtare ka bërë trafikim organesh. Unë atër kom qenë nën kryetari i Kuvendit në Republikën e Maqedonisë me grupin parlamentar. Që akuzojnë për momentin nuk ka të bëjë me trafikim. Shtëpia e Verdh është ekziston akt akuz. Nuk ekziston fare. Fare nuk ekziston. Okej. Mbaroj unë për atë me kujdes dëgjova. Dhe ajo ishte një bombë e hudhur, një bombë në media në tërë botën se UÇK-ja që ka marrë me trafikim organesh edhe kështu me radhë, dhe edhe atëherë e kemi kundërshtuar edhe ne deputet në Republikën e Maqedonisë dhe popullata. Edhe atëherë unë kam dhënë deklaratë se këtë që e thot Dik Marti është një çmenduri, për shkak se ne i dim çfarë thanë, është ka luftuar ushtria çlirimtare e Kosovës, kanë pa problem me veshmbathje, mos të flas me armatime me gjëra të tjera, kanë pa problem me të plagosurit që s'kan pa edhe ku t'i operojnë ose t'u lidhin plagët edhe kështu me radhë, dhe bashkë mbi shpinën apo mbi atë organizim që quhet ushtria çlirimtare e Kosovës, se ata që kanë marrë me trafikim organesh, kjo ishte piknisja që pastaj erdhi edhe te formimi votimi i gjykatës speciale. I them këto fjalë për shkak se edhe Hashim Thaçi, edhe Kadri Veseli edhe tjerët, pa edhe ne, kërkush nuk kemi dash të vijet të kjo, nuk kemi dash të votojmë, nuk e ka thirrur Hashim Thaçi si kryetari i Kosovës ose si kryeministër, atë se pas ka dashtaj të formohet gjykata speciale. Do të jemi korrekt, atëherë Kosova, s'pakuni thon punë prej kandit tim. Kosova ishte nën presionin ndërkombëtar, ishte edhe nën presionin e mërendshëm, u kriju opinion Kosovë se interesi i Kosovës është të formohet e gjykat për shkak them akuzave. Është fakta që e tha se Albin Kurthi dhe shumë tjerë kanë thënë se nuk duhet të formohet, nuk e votojmë. Por unë e marr drejtën të them se gjithë e kemi patë qartë se kërkush prej nesh nuk e ka dashur. Edhe Albini e ka ditë se ajo gjykat do duhet patjetër të formohet, për shkak se nëse nuk e voton te Kuvendi i Kosovës, do të voton të Këshilli i Sigurimit OKB-s. Dhe nëse voton të Këshilli i Sigurimit OKB-s, gjithsesi sa atër ka qenë vlerësimi se Rusia, Kina, Serbia do të kenë një ndikim më të madh
tek ajo gjykatë. Dhe jo rastisht presidenti tha që gjatë gjykimit është deklarata ku kërkoi fjalën dhe tha kur u mor vendimi se s'ka pa trafikim organësh, ai deklaroi tha pikërisht për këtë e kam votuar këtë gjykatë. Që Kosova mos ta bëjë atë barë tran, edhe UÇK-ja, edhe Kosova si shtet, po edhe UÇK-ja ta ketë atë barë tran, se ne shqiptarët, pas këmi bë shtet me trafikim organësh, me ndërmarrje kriminale që shu hap pas Tajlanda në Hag, gjë që nuk mban as njëna as tjetra. Dhe çtash pse neve na ka shti që të organizojmë edhe protesta edhe kështu me radhë. Mund vjen keq, po unë do t'i them ata. Qeveria e Kosovës nuk ka bë asgjë për t'i mbrojt, që kur them për t'i mbrojt, jo ta mbrojt dika në Hag, se Hashim Thaçin edhe Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakupin edhe tjerë t'i mbrojnë punët e veta, veprat e veta. Nëse dikush prej atine ka fakte se ka bë krime kundër njerëzimit edhe kështu me radhë, askush prej nesh nuk mund t'i mbrojë. Por trajtimin që va kanë bën gjykatën e Hagës, trajtimi nuk ka qenë as konform standardeve në kohën e komunizmit, këtu të ne që është përdora, mos të flas më një shtet demokratik si në Hollandë dhe kështu me radhë, them trajtimi ka qenë jo në nivel duhur, ku vendi i Kosovës nuk ka bë asgjë, kryeministri s'ka bë asgjë dhe presidentja, që të ketë një trajtim korrekt ndaj krerëve të shtetit atje. Nuk është e vërteta që e thoshin disa analistë dhe opinionistë para 5 vjetëve sa që gjikohet Hashimi ose gjikohet Kadria. A që gjikohet presidenti Kosovës, a që gjikohen di kryetarët e kuvendit Kosovës. Dhe nëse ju kujtohet, Vlado Buçkovski, kur u arrestuan Ljube Boshkovski dhe Tërçullovski, disa herë është prononcu sa që duhet mirë në mbrojtje, sa që gjikohet Maqedonia, thoshte. Pse i them këto fjalë? I them për shkak se Serbia i mor në mbrojtje kriminal që kanë bërë krime lufte, qoftë në Kroaci, qoftë në Bosën, qoftë në luftën e Kosovës. I ka marrë në mbrojtje dhe gjatë tërë kohës është kujdes qoftë për ato në Hag, qoftë për ata që edhe sot e kësaj dite shëtiten të lirë në Kosovë, në Serbi dhe kështu me radhë. Kroacia i mbrojti çlirimtarët e vet, si shtet i morën në mbrojtje. Edhe ata ishin në Hag dhe ata kaluan procedurat gjithësore, por shteti qëndronte mbas atij. Zoti Aliti. Dhe përfundoj veç. Dhe e them këtë, çka bën shteti i Kosovës që të mbrojë interesin shtetëror, atë që edhe ju e filluat. Po, tani zoti Aliti ka një replikë këtu, shkurt zoti Aliti. Po, pajtohem me zotin Aliti vetë pse kur thotë çka bëni nuk e kuptoj se çfarë mund bëj. Umra me dëgjova zotin Kurti në një intervistë, ai tha që deri tani qeveria jon për këto 5 vjet ka shpenzuar diku 36 apo 33 milion, mos më kapni për fjalë, euro për mbrojtjen e tyne. Para 2 javësh, nëse s'gaboj, e publikoi një letër i cili në 2020, nëse nuk gaboj, kishte shkruar kryetares gjykatës, zonjës Trendafilova, që ne nuk pajtohemi me këtë akt të gjykimit. Zoti Aliti, unë e mbaj mend, jam i ri, po pak e mbaj mend edhe kur e kanë marrë Boshkovskin edhe Tërçullovskun. Po. Përveç atyre deklaratës, se unë nuk i mbaj mend Buçkovskit, shteti i Maqedonisë, përveç që ka paguar shpenzimet, diçka tjetër që bëri dhe që mund të bënte, nuk mbaj mend. Edhe këtu në rastin e Kosovës, unë mund të përmend këtë test, por nëse edhe argumentoni çfarë për shembull, tani është gjykata, si kudo në botë janë organe pavarura, ku ndërhyrja politike edhe nuk lejohet. Pra mirë është me sqaru që unë shumë me sinqeritet u a them të dhe edhe unë me pranu faktin tuaj, çfarë mund bëj një shtet për që në rastin konkret, po edhe rastit ose që ka po Kroacia më shumë. Përveç se shpenzimet, një mbështetje morale, nëse keni fjalën që zoti Kurti nuk i ka vizituar. Ai e ka deklaruar gabim, okay, ai. Po çështjet vizitës zoti Kurti e ka arsyetuar për shkak të nënshkrimit të dokumenteve të një gjykate që mendimin nuk qëndron. Mirë është me pra argumentu se çfarë mund bëhej më shumë për këto çlirimtare, themi. Duhet bëjmë dallimin
Tribunali i Hagës ka qenë diçka tjetër që është sponsorizuar nga Bashkimi Evropian, nga institucionet ndërkombëtare dhe kështu me radhë, dhe nuk kanë pa obligim shtetet që t'japin pare për Tribunalin e Hagës. Kjo është gjykatë speciale që e ka votu Kuvendi i Kosovës. Dhe Kosova, përveç Bashkimit Evropian dhe tjerë që kanë pa obligime që të bëhen sponsor të kësaj gjykate, edhe Kosova ka qenë e obligume me atë vendim që edhe Kosova të participoje për këtë gjykatë speciale, e cila në rrethana normale do të ishte në Kosovë, jo në Hagë, realisht, por rrethana që kanë qenë në Kosovë në atë kohë, faktori ndërkombëtar ka vlerësu kështu. Dhe botërisht dihet, shtash, se kjo gjykatë, themelimin e kanë inicu Rusia dhe Serbia, kuptohet ka kalu në Kuvendin e Strasburgut, rezoluta dhe kështu me radhë, për gjithat kanë qenë me logjistikën diplomatike dhe të shërbimeve, them, të Serbisë dhe të Rusisë, që kjo rezolut kaloj atje. Përsëri do të kthehem, pse Kuvendi i Kosovës. Zoti Aliti mendoj që kjo pjesë është e konsumuar sa i përket kontributit të shtetit të Kosovës. Unë mendoj që argumentet që shtroi hapësira shumë e vogël. Jo. Po për shembull, ishte iniciativë në Kuvend pse Kosovës. nuk e merr me qenë se që PDK-ja aty është. është. Përfundoj. Po, si parti Kuvendi i opozitare, Kosovës po. ka mund deputet të cilët e kanë votu, edhe ata që se kanë votu, kanë mund t'i tërhekin në shkrimet e veta. I vetëdijshëm se nuk do të kishte efekt juridik, por do të bënte presionin e duhur që ajo gjykatë s'paku të ketë një trajtim korrekt ndaj krerëve shtetënor të Kosovës. Kështu që nuk u formu asnjë apo s'padë një iniciativë në Kuvend Kosovës që s'paku të monitorohet puna nga institucionet e Kosovës, se çka është të bo ajo Po, zoti Aliti, mirë po qenë korrekt edhe me publikun. A nuk do t'ishte më e duhur dhe e nevojshme si iniciativë që ta merrnin edhe deputetët e Partisë SAM, të zotit Thaçi, zotit Veseli? Aty doja të ndalë, vetëm një digresion vogël, pra. Hajde supozojmë që me qenë se më duket që sillet muhabeti tu pak me u kritiku qeveria Kurti në rregull, me mi ka shumë për të kritiku, që supozojmë që zoti Kurti, hajde le të themi që nuk i konvenon me u kthyer ato, megjithëse unë nuk mendoj se është kështu. Po pse atëherë që si tha partia AM, PDK, ato që të kanë qenë, pra, le të themi, bartës të procesi, unë deri tani nuk kam pa ndonjë iniciativë ligjore, se kjo është votuar me ligj Kosovës. Ajo përveç që mund ta bëjnë atë që tha zoti Aliti, të tërheqin në shkrimet e cilat nuk ka efekt juridik, mund bëjnë edhe diçka tjetër që ka efekt juridik. Ta shfuqizojnë. Pra ta shfuqizojnë. Të ngrisin iniciativë. Ngrisin iniciativë me qenë se kjo është e padrejtë. Nuk më kuptu. Jo, unë e them deputet e Kuvendit Kosovës, edhe ata që e kanë votu, edhe ata që se kanë votu, kanë mund të marrin iniciativë, se kjo gjykatë nuk është duke e bë punën e vetë që duhet, dhe them ata që e kanë votu t'i tërhekin në shkrimet. Shumica prej atine që e kanë votu në përbërjen tjetër parlamentare, ndoshta edhe nuk janë pjesë e deputetëve, po të drejtën të marrin një iniciativë të tillë kanë pas. Qëtash, unë nuk do t'i ndaj subjektet politika atje, nuk kam kurrë as kundra asnjë subjekti, unë kam shok edhe të lëvizja vendosje, fundit Recep Selimi, shoqja aty është deputete në këtë parti, apo të PDK-ja që njihet si parti e dalën nga lufta AK-ja edhe kështu me radhë. Kështu që unë nuk du t'i bëja dallim, por kanë mungu iniciativat shtetënore, nuk them të mbrohet Thaçi, nuk them të mbrohet Recep Selimi, ata i mbrojnë punët e veta, po të ketë proces gjithësor korrekt, mos tjetë në ndikimin e Karla Delponës dhe Dik Martit, po them fillimisht, mos tjetë në ndikimin e prokurorit i cili 2 vjet i ka mbajt burgosur në Hagë, pa mos me mbledh faktet. Gjë që Kuvendi i Kosovës, organet, institucionet e Kosovës është dash të reagojnë këtu.
Nuk them të mbrohet se... Po, sepse nuk bëhet fjalë për persona që mund të arratisin. Megjithatë, edhe atë që tha Garanca. Për ta rikthyer diskutimin. Garanca, nëse ju kujtohet, përveç që janë kërku edhe prej Kosovës, ishte e gatshme Kroacia t'jape, ishte e gatshme Turqia t'jape, Garanca dhe shtetet tjera, që ata mos të mahen gjatë asaj kohë atje, po qenë izolim, qofte në shtëpiat veta këtu në Kosovë, kështu me radhë, në mbikëqyrjen kuptohet... Sigurisht, të personave të sigurisë. Po, Zoti Aliu, jemi, po bëhet fjalë për protestën e 13 dhjetorit, jemi pak ditë pas fesave të nëntorit. Nëse për fesën e ditës alfabetit dhe për fesën e 28 nëntorit, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk u bën bashkë. Pra në dyja festat, shqiptarët që janë pjesë e pushtetit festuan ndaras, shqiptarët që janë pjesë e opozitës festuan ndaras. Ata që janë të pavarur, ambiente festive mbasi i kanë pasur shtëpitë e tyre. Në këtë drejtim, kur po flasim për protestët që do të mbahet nesër, si vlerësoni ju, a do të jetë momenti ku do të bëhen bashkë të gjithë shqiptarët pa dallime përkatësisë partijake? Nëse keni fjalën për masat e gjëra, besoj që po. Besoj që po, nuk di, nuk njoh shqiptarit cili do kishte guximin ndal kundër një proteste të tillë dhe kundër, le të themi, gjykimit krerëve të ushtrishtare Kosovës. Sa i përket elitës politike, liderëve politik, nuk e di, beso nuk kam informat, por si gjithmonë ma merr mendja që nuk do të jenë gjithë aty për arsye ndasive politike. Kam përshtypjen që kjo protest, pra edhe për nga vetë profili organizatorëve, perceptohet si eni fronti politik dhe në base liderët nuk do të marrin pjesë. Të nuk mund ta them, por me rëndësirë që shqiptarët pra e kanë atë ndjesin për me u solidarizu me Kosovën, me shtetin e Kosovës, dhe mesin e qytetarëve nuk besoj që do të ketë ndonjë dallim i tillë. Dhe unë pres dhe uroj që pjesëmarrja të jetë sa më masive dhe mundësi sa më pak të politizohet kjo proteste nesërme. Dakor, ne do të kthehemi sërish për ta diskutuar rrezikun e politizimit. Zoti Aliti, ju si antar i Këshillit Organizativ, si vlerësoni? Nesër do të bëhen bashkë të gjithë shqiptarët që nuk kanë bërë në ditë festas, do të bashkohen në protestë? Po për mua është e rëndësishme pse erdhi deri te kjo. E rëndësishme është atë që e thash se sikur të kishin reaguar institucionet e Kosovës në gjitha fazat e gjykimit në Hag, unë atëherë do t'u pajtosha se ndoshta ka edhe politik këtu, edhe nga organizata po e veteranëve të luftës të Kosovës, por duhet kemi parasysh. Bas arrestimit krerëve të UÇK-s u arrestuan edhe krerët e organizatës veteranëve të luftës, atje zotni Gucati edhe Nasim Haradini. Le t'jape shpjegim dikush për çka ata njerëz u arrestuan. E pas kanë pa obligim, Rafiz Aliti e pas ka obligim të ruaj sekretet e gjykatës Hagës, ato u dasht gjykata e Hagës, u dasht ato letra apo ato informata që dulen për se gjykate, u dasht gjenë fajtorin brenda radhëve veta. Jo ta kërkojnë të Nasim Haradini apo Gucati apo të shoqata e veteranëve atje. Dhe them këtë se me siguri po të kishin qenë Gucati dhe Nasim Haradinaj, ose ajo shoqate konsolidume, këto protestat do të kishin fillu shumë më herët. Por, i dim rrjedha si ka shku. Qtash, nëse kthehemi këtu në Maqedoni, unë mendoj se pa nevojë është politizuar. E them shumë sinqerisht, edhe është mirë që e shoh ato zëra janë shumë pak nëse ka ndonjë se kjo protest u bë ka me motive politike dhe kështu me radhë. Nuk ka motive politike, e them shumë me përgjithësi. Nuk fiton për kësaj gjykate, për kësaj proteste as Ali Ahmeti, as krerët e veteranëve të Kosovës ndonjë point politik. Përkundrazi, kjo bëhet të qohet porosi gjykatës speciale se ne duam trajtim korrekt atje të ketë. Ne duam të ketë vendime të drejta. Atje. Nuk kërkojmë, nesër nuk do të kërkohet ndërpritet puna e gjykatës speciale, për shkak se
Ne jemi të vetëdijshëm se ajo gjykatë është themelu dhe interesi i Kosovës është që ajo të bjerë vendim, po të bjerë një vendim drejt. Për shkak se vendimet e padrejta do ta dëmtonin shtetëformësinë, se Kosova ka edhe rrugë, edhe shumë të boje që të arrijen organizmat ndërkombëtare dhe kështu me radhë. Dhe e them këtë për shkak se unë nuk kam prit, ju them shumë sinqerisht, duke e ditë ambientin politik të Maqedoni prej kohës Jugosllavisë edhe mbrapa, se çka u thoshte në Beograd, mas pari u veprau kënë Maqedoni dhe kështu me radhë, dhe Dul Mickovski, apo kryeministri, thotë se nuk pres, ose pres që krerët e Vlenit mos ta përkrajnë protestën. Njëtën gjë e bëjnë krerët e Vlenit njëtën ditë mbas dite se nuk do ta përkrajnë protestën. Po, tani këtu e kemi edhe kjo ishte ajo që kom thënë e dhimbshme, po edhe e turpshme. Po, nëse mundet të regjia materiali numër 1, deklaratën e kryeministrit Mickovski? Žalam što ima I takvi koji što... Më vjen keq që ka të tillë e që mbështesin këtë proces publikisht, edhe pse sipas meje nuk ishte nevojë të ndodhte ajo, por ai është vendimi I tyre dhe nuk do të doja ta komentoja. Ne si qeveri do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë, që nga pranimi në kufi deri në realizimin dhe organizimin e këtij marshi protestues të kalojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Për këtë janë informuar edhe partnerët tanë strategjik për të gjitha masat që do të ndërmerren dhe do të ketë edhe shtab të krizës që do të ndjek gjithë këtë 24 orë para se të ndodhë dhe pasi të ndodhë normalisht. Sigurimi dhe përcjellja e gjithë atyre që do të vinë në atë ngjarje. Zoti Aliu, e dëgjuam deklaratën e kryeministrit Mickovski në raport me si që shprehi, ndjen keqardhje që dikush ka mbështetur publikisht këtë iniciativë dhe kjo deklaratë e kryeministrit vjen pas deklaratës së zotit Mexhidit, I cili tha që parimisht e mbështet dhe do të mundohet që të krijojnë kushte që të mbahet kjo protestë në Shkup. Pse duhet kryeministri I vendit të ndjejë keqardhje, pse një protestë e tillë mbështetet dhe në këtë drejtim a është deklaratë korrekte në raport me shqiptarët, sepse kryeministri është në atë pozicion dhe I përfaqëson të gjithë qytetarët e këtij vendi. Tani, mendoj që nuk është e çuditshme kur kemi parasysh le të themi matricën ideologjike VMRO DPMN-s, pra një parti e djathtë, e krau djathtë, madje që ndonjëherë kalon në djathtën ekstreme, dhe kur kemi parasysh raportin e nacionalistëve maqedonas, le të themi me shqiptarët, jo vetëm me shqiptarët e Maqedonisë, po me shqiptarët përgjithësi, dhe raportin e Maqedonisë me Serbinë. Pra, një deklaratë e tillë nuk është e çuditshme dhe pritet. E papritshme. Ja, nuk është e papritshme. Tani, UÇK-ja, le të themi, është një çaj çyna, një therrë në sy për shumë kohë, për krau nacionalist, edhe UÇK-ja e Kosovës, edhe kjo ture Maqedonisë, pra, janë problematike, pasi që ato problematike percepcionin e atyne, pasi që ato konsiderojnë që ishte UÇK-ja ajo e cila disi me dhunë në vitin 2001, me dhunë, po amor, le të themi kështu në thojza shtetin. Në këtë kontekst nuk kam as një dilemë që ishte diçka e pritme dhe do ishte papritur të mbështetje nga natyre një diçka të tillë. Tani, unë dëgjova deklaratën e zotit Mexhiti, të jemi sinqert, më duk të korrekt, paktën kështu mbështetja që e dha për pjesëmarrjen dhe vetë protesteve, edhe pse vetë nuk e di a do marrë pjesë, duke pasur parasysh antagonizmat dhe dualitetet që I kam brenda në qeveri me Mickovskin, se si do qoftë, ato janë pjesë e një qeverie, pjesë e një koalicioni, dhe nga ana tjetër keni një kryeministër që është kategorikisht kundër, le të themi, këtyre, ndosa e tha but, nuk ishte edhe që jashpër, megjithatë tha që do I marrim gjitha masat, kalue gjithçka sipas rregulla. Pra, ishte diçka e pritshme për mendimin tim, por unë jam shumë I sigurt që nesër një deklaratë e tillë nuk çon edhe ndonjë peshë. Zoti Aliti, pse duhet të formohej shtabi I krizës nesër dhe çfarë sinjali përçon kjo iniciativë e kryeministrit? Unë atë që e thash krerët e Vlenit dul me komunikat, që ja kujtoj bashkëbiseduesit, se
Po, le të nuk ndalemi do te i thrasin popullatën. Do të ndalemi te kjo deklaratë sepse komunikatën e tilla kemi të përgatitur dhe do ta lëshojmë. Për mbështetjen qëndrimin e Po. institucioneve të Kosovës edhe kështu me radhë. Unë atë që e thashëm përsëri e përsëris. Maqedonia më bjen keq ta them, por realiteti janë këta. Maqedonia me këtë qeveri është në ndikimin e Beogradit. Vučići ka ndikim direkt te kryeministri këtu edhe për këto gjëra. Por mua është qetësuese atë që e thotë. Sado që ai mundohet të zbute me deklarata, mbasi ka dalë me këtë deklaratë, se deformoi shtab të krizës. Për çka e formoi? 24 orë para dhe pas protestës. Për çka ta formoi? Edhe njerë dhe ta them, mos vinë valë shoqata e veteranëve të luftës dhe organizatorët këtu që janë kësaj proteste, mos kanë diçka kundër ndonjë komuniteti apo ndonjë populli në Ballkan, s'kan kundër kërkuj. Kemi vetëm moto është drejtësi për krerët e UÇK-s që janë në Hag dhe për te kësaj s'ka kur farë prapavije kjo. Të kërkojsh drejtësi në gjithë botën, do të kesh përkrahje nga pota demokratike për shkak se ne kërkojmë drejtësi. Ne jemi të vetëdijshëm atë që e tha parafolsi, a do ketë ndikim në vendimarrjen në Hag. Ne e dim se nuk është protesta ajo që mund të ndikojë atje. Ato vendimin duhet ta marrin bazë të argumenteve, por qeveria e Maqedonisë formoi shtab krize, ajo flet shumë. Për çka? Do të vinë prej Kosove, kanë thinë Bruksel, diçka, kanë bodëni në Bruksel, në Strasburg, në Hag, në Tiranë, Prishtinë dhe kështu me radhë, kanë qenë protesta shumë të mëdha, mirë të organizume, kërkuj asgjë nuk i ka mungu. E njëjta do të ndodhe në Shkup, edhe ata që vinë prej Shqipërisë, që vinë prej Kosove, edhe qytetarët e Maqedonisë që do të përkrahin këtë protestë, do të vinë të protestojnë, ta ngrenë zarin se diçka nuk ka qenë dhe nuk është në rregull me gjykatën speciale e cila është në Hag. Dhe nëse shiqohet kjo drejt, atë që e tha parafolsi, jo me prapavija, me ngarkesa prej të kalumes, atëherë nuk do të kishte nevojë të formohet shtabi krizës, kuptohet organi me të mrenshme prej nesh është i njoftuar, jo 24 orë për para, për e kemi njoftuar që djavdit, edhe 24 orë për para është dhanë me shkrim njoftimi se ne kërkojmë asistencë edhe kështu me radhë, ne nuk e mam ilegalisht këtë protestën, si mbas gjithë standardeve që janë në botën e civilizuar, dhe unë mendoj se shtab krizës ka pa nevojë të formohet qeveria. Por atë e bën që të fitohet pojena politik ndaj popullatës maqedone, e cila është e pa informuar dhe që është e dezinformuar, them se ja vinë prej Kosovë, prej Shqipërisë dhe ku më ditë ato që kanë huliganë diçka tjetër dhe do të vinë këtu të çrregullojnë Maqedoninë, gjë që nuk as është e qëllim, as mund të ndodhe në gjë aty. Po, me që nga fillimi kur është njoftuar publiku për organizimin e kësaj proteste, bashkë me protestën, figura më e përmendur politike ka qenë edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti. E lësë regji nëse mundet deklaratën e zotit Ahmeti na bashkë. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka bërë apel publik duke ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e së shtunës më 13 dhjetor në orën 13 në sheshin Skënderbeu. Sipas Ahmetit, përmes protestës kërkohet lirimi i drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që aktualisht po gjykohen në Hag, si dhe të kundërshtohen akuzat që ai cilëson të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia. Ai nënvizon se pjesëmarrja në këtë protestë është akt përgjegjësie për të nderuar sakrificën dhe për të mbrojtur të vërtetën historike. Liria ka emër UÇK, thekson Ahmeti, duke shtuar se ky emër mbetet pjesë e identitetit dhe dinjitetit kombëtar. Ahmeti u bën thirrje qytetarëve që të bashkohen masivisht në këtë protestë. Zoti Aliti, pos Ali Ahmetit, kush nesër do t'i drejtohet masës? Po, qëtash, më mirë do t'ishtë nesër e shpaloset, po Ali Ahmeti gjithsesi do t'jetë njëri prej atyre që do t'i drejtohet masës, gjithsesi se do t'jetë kryetari i shoqatës veteranëve zotni Kucati, do t'jetë ish deputeti i Kumanovës Berati, dhe do t'jetë edhe një folse nga Struga, vajze dëshmorit Nuri Mazari.
Dhe për Shqipëria s'gan hakla, kështu deri qtash unë, sa I kam informatat. Dakor. Zoti Aliu, atë që përmendëm paraprakisht, pjesëmarrja e zotit Ahmeti dhe e gjithë kjo protestë që në balë të saj qëndron pra zoti Ali Ahmeti, si është perceptuar në publik? A ekziston rreziku për atë që e diskutuat ju madje paraprakisht për politizim ose partizim të kësaj iniciative? Jo, ajo vetë se është politizuar dhe partizuar me vetë pjesëmarrjen e zotit Ahmeti. Këtë nuk e them si lloj kritike, tani edhe vetë zoti Ahmeti është një figurë e tillë që nga një anë është kryetari I Bashkimit Demokratik për Integrim, e nga ana tjetër ka qenë komandant I përgjithshëm i shqiptare kombëtare këtu, pjesëtar në luftën e Kosovës dhe veprimtar që nga vitet 80-ta të tyre çështjeve. Për më tepër që nga viti 2002 kur ka themeluar Bashkimi Demokratik për Integrim, ai është identifikuar me UÇK-n, me amblemën e UÇK-s, me luftën dhe monopolin e diskursit nacionalist. Patriotik e ka mbajtur zoti Ahmeti. Pra prandaj këtu besoj që dalin atë plus edhe zoti Aliti e tha që ka edhe pjesë e shoqatës OVL-s. Pra, me thonë që pra tu besoj që buron problemi. Unë personalisht pra nuk e kisha pas problem marrë pjesë zoti Ahmeti në atë protest, por që ajo perceptohet si e partizuar dhe politizuar. Pra, është e padiskutueshme, kjo dije vetë fakti që zoti Ahmeti, që është nuk e di une, a kam pas ftesë apo thirrje edhe liderët e Vlenit le të themi, cilët sikur që marrë pjesë edhe simbolikisht, mbase edhe ky balansoheshin gjërat forcat dhe atje mbase bëhej më gjithë përfshirëse dhe inkluzive. Sepse nga prizmi tjetër, si do të perceptojë mungesa e zotit Ahmeti në një protestë që mbahet për të kërkuar drejtësi për luftetarët e UÇK-s. Po, prandaj e thash, pra, ajo gjithë jetën është identifikuar me UÇK-n dhe me gjëra të tilla dhe mungesa ati besoj që do ishte edhe një lloj handikepi tani. Definitivisht. Po. E këtë drejtim, zoti Aliu, a do të kishin pasur mundësi që këtë rënim të këtij perceptimi ta bënin liderët e koalicionit Vlen me pjesëmarrjen e tyre, sepse ju përmendet ftesa, mirë po flasim për një protestë që është publike, njoftimi është publik, dhe për ta rënuar këtë mit që BDI qëndron pas protestave të UÇK-s, pjesëmarrja e tyre, atë do ta eliminonte këtë barrierë, dhe pse ata nuk vendosi që nëse ekziston rreziku I partizimit, pse nuk marrin pjesë për ta eliminuar këtë rrezik. Qëndron është e padiskutueshme, ne mos ta gënjejmë veten këtu. Ideja është kjo. Por sikur për shembull me kundër përgjigje, sikur zoti Ahmeti për shembull të ishte prezent por mos ishte pjesë e fjalimit për shembull. Edhe kjo ndoshta do t'i kishte dhënë një gjyrim. Do të ishte më pak të partizuar? Apolitik ose apartia, mbase e them. Ndoshta dhe ashtu mund të ndodhte, sigurisht ju keni drejt që ka qenë kjo publike, ftesa ndoshta ka qenë publike, krejt e Vlenit mbase që kishin dëshiruar, kishin marrë pjesë. Secili e ka të drejtën e tij, për të marrë pjesë ose jo. Të paktën për të kontribuar në departizimin e protestës, sepse nëse ne vazhdimisht dëgjojmë akuza edhe se po partizohet kjo protestë, është e hapur pse nuk marrin pjesë për ta departizuar. Duhet të I pyesim ata. Po megjithatë, zoti Aliti, si përgjigjeni ju akuzave të tilla? Unë këtë e them për opinionin, zoti Ahmeti është një ndër themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe me automatizëm ai është pjesë edhe I veteranëve, që ashtu siç jam unë edhe kështu me radhë. Dhe kjo është e kalumja jone, nuk mund t'i ikmi të kalumës tonë. Sikur që nuk mund t'i ikin shumë bashkëluftarë që sot gjinen janë pjesë e Vlenit e shumë partive, andaj që unë personalisht njihem me ata, kanë marrë pjesë në luftë Kosovës, nuk mund që ju mohohet ajo. Ose pa që filloi zoti Aliu, të kthehemi më herët, spaku ku ka qenë interesi kombëtar në shqiptarët, kemi ditë më u bashku, mes më nda, kur erdhen rufegjat e parë prej Kosove, unë për e them, ja për shparier këtu, në Radush kanë zbarku me mia, qytetarët Kosovës atër, buk kanë prunu aktivistët prej
Kumanove, i kanë shti shtëpiat të gatujnë peta dhe kështu me radhë dhe i kanë prunë radush, a ka buk atje në këtë moment me njëherë që ju jepet, ja, e kam fjallën, ne duhet këthemi ati se gjithë populata në Republikën e Maqedonisë. Mu ma ka thonë një diplomat i huaj atër holandes, gabimin më të madh në jetë e kam bërë që nuk i kam marrë fëmijët e mi, të vinë të shohin këtë solidaritet që e kanë shqiptarët këtu në Maqedoni me rufegjatët nga Kosova. Ju jeni dëshmitar, ose jeni matri, për ka qenë një mobilizim që nuk ka pa nevoj askush t'i mobilizoj, për mobilizimi ka qenë vetë a e ndjenja e mrenshme se cilit. Dhe kemi pa nevoj ne të politizohet shtash kjo. Kush do të letë ma e fjalim, ma në fundit. Me rëndësi është protestat, shohet porosia se populata nuk është e knaqët, populata shqiptare me tretimin që u është bëhet dhe që ju bëhet në Hagë. Kjo është qëllimi. Dhe unë, sinqerisht, atë që e tha edhe unë e presë, dhe do të bënin mirë që liderët e Vlenit qenë ati, pse mos qenë. Tha, ato janë vllazërit tonë, edhe ato janë pjesë e asaj populate që kanë kontribuar të kalumen, qoftë për luftën e UÇK-s në Kosovë ose në Maqedoni dhe kështu me radhë, edhe çka pas ka nevojë ne këtu të ndami. Nuk ka nevojë ne atë që e thash është e dhimbshme. Sinqerisht është e dhimbshme, unë bashkëluftar apo njerëz që kanë kontribuar me tërë qenjen e vet për luftën e Kosovës, çtash mos bien protestë. Pse ka thonë, kjo ose ka thonë, nuk është mirë, nuk në nderon neve ajo, dhe unë ju them shumë sinqerisht, nuk ka prapavi politike, as Ali Ahmeti, as kush prej nesh, nuk kemi shku as në Tiranë, as në Prishtinë të marrë në të një pojnë politikë. Realisht, i ka ardhë radha edhe këtu të protestohet, edhe është mirë që protestohet, dhe vetë prezenca e çdo qytetari, pavarësisht cilit spektër politik apo partije politike i takon me prezencën e vetë, do të shonte porosi edhe të Ali Ahmeti, edhe të Rafiz Daliti, edhe të Izet Mezgjiti, se ne kur është interesi kombëtar jemi këtu, pavarësisht kush do të marrë fjalimin edhe kështu. Tani regjia, nëse mundet deklaratën nga koalicioni Vlen në lidhje me këtë protestë? Koalicioni Vlen ka lëshuar një komunikat ku i garantoni shushtarët e UÇK-s se nuk do të arrestohen mbi bazën e fletaresteve të Serbisë në rast të pjesëmarrjes së tyre në protestën e së shtunës në Shkup, ashtu si edhe në të kaluarën, kur qeveria jon nuk ka lejuar që të nëpërkëmbeni shushtarët e UÇK-s. Ne mbetemi të përkushtuar në këtë qendrim. Gjithsesi shpresojmë se organizatorët e kësaj proteste, partia e dëshpëruar opozitare BDI dhe lideri i saj, i mërzitur nga humbja, të mos e shfryzojnë emocionin e popullit për lavdinë e UÇK-s, për ta kthyer këtë protest në incident që ata e dëshirojnë si mundësinë e fundit për të shpresuar kthimin në pushtet. Ministria e Punëve të Brendshme do të marrë të gjitha masat që kjo protest të kalojë në mënyrë të qetë, vlerëson koalicioni Vlen. Zoti Aliu, jemi në një momentum politik dhe një aktualitet ku Maqedonia e Veriut ka përfunduar zgjedhjet lokale. Dëgjuam deklaratën e koalicionit Vlen, përfaqësues të shqiptarëve në këtë përbërje qeveritare. Ata mesjerash ngrisin dilemën e shfrytëzimit të subjektit politik, pra BDI-s, të kësaj proteste për çështje të rejtingut politik. Çfarë do t'i shërbente BDI-s pas zgjedhjeve lokale shfrytëzimi një proteste të tillë përderisa ndodhet përpara një procesi të brendshëm partijak? Tani nuk e di se çfarë do shërmente, por që ajo interferon është e vërtetë, mendoj megjithatë. Jemi pas zgjedhjeve, çfarë ndikon pozitivisht? Po le të themi mund ndikon konsolidimin e radhës BDI-s, tani se dish ne jemi shoqëri klientaliste dhe ti kur hum pushtetin dhe kur hum komunat, njerëzit edhe nuk qëndrojnë edhe atë afër teje. Sidoqoftë, është çështje tjetër kjo. Unë duhet ndalem pra ngeli borç për ta thënë këtë se kisha mend prej fillimi, por ne duhet jemi edhe korrekt, edhe me veten, edhe me opinionin. Duhet ta themi edhe në diçka që mbase që nga 99-ta simboli i cili më shumti, në emër të cilit më shumti janë bërë, le të themi kështu, padrejtësi, madje pasurim
i pa drejtë, shumë gjëra të liga ka qenë pikërisht simboli i UÇK-s dhe vetë lufta. Duhet ta themi, pra ky simbol, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, jo nga gjithë, nga persona caktuar është keq përdorur në mënyrë flagrante. Është mbajt pushtete me një lloj diskursi të tillë, me diskursin nacionalist, me UÇK-n, dhe ne në fund kemi parë njerëz që janë pasuruar, kanë zhvatur, i kanë bërë gjitha gjërat e mundshme të liga në emër të UÇK-s. Pra është si më thënë, nacionalizmi të 200 vite të fundit për shembull, pra ka qenë instrumenti kryesor për të themi të vë në gjuma opium për popullin, cili zaventësoi religionin, thoshte Marksi Niko. Pra dhe këtë duhet ta themi. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm kur bëhet fjalë për UÇK-n dhe simbolin e UÇK-s. Se aty kanë ndelur gjak njerëzit, aty ka viktima, ne kemi martir, kemi hero kombëtar aty. Dhe për fat të keq, pra UÇK-ja vazhdimisht është instrumentalizuar dhe është keq përdorur. Pra në emër të saj, pra njerëzit janë pasuruar, kanë përfituar në gjitha mënyrat e mundshme. Sa i përket deklaratës së koalicionit Vlen, zoti Aliu? Mitët një deklaratën unë e lexova, besoj që ishte pak a shumë të kontekst, madje sa e pash ishte në kontekstin ato aludojnë që tani sa e pash nga BDI po shpresohet që të arrestohet ushtarët e UÇK-s, Që të krijohet incident. Që të krijohet një lloj, le themi që BDI të nxjerrë një lloj diskursi nga aty. Unë nuk e di se çfarë mund ndodhe në këtë drejtim, por kam përshtypjen që Maqedonia nuk mund të shkojë aq larg saqë të arrestoj ushtarët e UÇK-s me flet arrest të Serbisë, edhe pse në fillim ka ndodhur, e di që ndodhi, por kjo do të ishte diçka, le të themi kështu, e papranueshme. Dakor. Zoti Aliti, e dëgjuat deklaratën, e dëgjuat edhe zotin Aliu. Çfarë mendoni në këtë drejtim? Unë mas pare do të ndisem prej deklaratës parë të kryeministrit Mickovski. Nëse ju kujtohet, deklarata e para ati ka qenë se Ali Ahmeti nuk e bën mirë që protestën e organizojnë këtu në Shkup, dhe se Ali Ahmeti e bën këtë për shkak se mbahet kongresi i BDI-s që të ketë një mbules, një përkraje më të madhe në kongreset e kështu me radhë, që fare s'ka të bëje më atë. Pse i them këto, partnerët e koalicionit mund të rillojnë çka duan. Do të them sinqerisht, mund të rillojnë. Dikush dul tha se nuk ka familja Jashari aty. Familja Jasharis ka marrë pjesë edhe në protesta tjera në Kosovë. Është familje apolitike që nuk ka përkra, s'paku fillimisht ma vonë, do shtë ndonjë antari atina, i është bashkangjit në një subjekti politik, nuk du të jenë atë, por familja Jasharis ka ba apel kërkun mos shkonin protesta. E para, e dita, zoti Mickovski dul tha se nuk e bëjnë mirë, dhe nuk besoj se dhe marrin pjesë në protesta krerët e Vlenit. Si do tjetë? Këtu është një mirë që s'paku krerët e Vlenit kanë bisedu sigurisht, për kanë dalë ma deklarat se ish ushtarët e UÇK-s të Republikës Kosovës nuk do të arrestohen si mbas flet arresti që ka lëshu Serbia në fillim kur u formu këtë, me siguri atë e mendojnë, që e kalëshu edhe në Republikën e Maqedonisë dhe është mirë për shkak se të qohet një porosim, u shumë bash luftar për ende janë lemru, a garantoni ju se nuk do të ketë arrestime dhe kështu me radhë. Duhet që jem korekt, fillimisht nuk kemi mund që u garantojmë, po me këtë deklarat, unë besoj se ata nuk e japin kryen vete atë deklarat, kanë bo konsultime në qeveri edhe duhet shkoja ashtu. Po, këtu në këtë drejtime kemi edhe deklaratën e zëvendësministrit të punëve të mbreshme nga kjo studio, nëse mundet të regjia. A mundet? Po, do të rikthemi sërish, po pikërisht për këtë temë është edhe deklarata e zotit Astrid Tiseni, zëvendësministri i punëve të mbreshme, nëse mundet të regjia.
Ministria e Punëve të Brendshme nuk do të ketë as reagime, me qenë se ne jemi për të siguruar ato, jemi për të krijuar kushte komode, do thotë jemi që ne ato të mbajnë protestën në atë formën më të mirë të mundur. Po me qenë se ndonjëherë e dim se dhe protestat eskalojnë, normalisht se Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të jetë garancë, me qenë se për neve garancë është ligji, atë e dim dhe ne duhet gjithë ta respektojmë ligjin në suazet e asaj që është e shkruar. Dhe kjo problematik besoj se është e kakmoqme, është një problem më i vjetër, në të cilët besoj se kjo qeverisja, ndoshta jo në atë formatin e shkruar, po në formatin verbal, ka një vullnet, ka një elan për gjetë edhe zgjidhjen e këtyre rasteve, të cilët kërkohen ndoshta edhe prej Interpolit, edhe kanë flet arrest. Po, zote Aliti, pikërisht për atë që po flisnit ju, në lidhet edhe deklarata e zëvendës ministrit Tiseni, i cili ka deklaruar nga kjo studio që nuk do të arrestohet askush nëse protesta kalon pa incidente. Pra, sipas zotit Tiseni, në protesta ekziston rreziku që mundet të ketë edhe incidente dhe pasaj Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të jetë garancë, ato do të veprojë sipas ligjit. Unë do të kem të zotri Aliu atë që tha se në emër apo emblemave UÇK-s. Instrumentalizim, po. Po, instrumentalizim dhe janë pasuru individ të ndryshëm. Unë e them shumë me përgjithësi, me njerën pas luftës Kosovës, po nisëm prej atje, shumë banesa në për Prishtinë dhe qytete tjera ka shkruar se kjo banesë është e filan komandantit, kjo banesë e filan komandantit, po nisëm prej kësaj. Dhe këm bisedu me shokët, më janë betu se emnat e atini janë shkruajt ndoshta me 100 herë në për Prishtinë edhe kështu me radhë, po ato janë pikërisht fëqita atine që s'kanë marrë pjesë në luftë, kanë ditë sa e banesa thatë, dhe kanë shkruar ndere, kanë shkruar se kjo banesë është e zanën për filan komandantit, dhe këtë shpërdorime të kësaj natyre ka pa nga qytetarë të rëndomë. Kam pa të të ndërhyjë, se duket ka një keq kuptimi madh, unë nuk e kisha fjalën në këto... Jo, do të dalme edhe kisha fjalën në aspekt politik, edhe teorik tani. Nacionalizmi, pra, me qenë se operon me ndjenjë, ato është një instrument shumë i fuqishëm ku ti i vendos masat në lëvizje dhe shpejt i manipulon. Unë kisha fjalën në përgjithësi. Mendoj që UÇK-ja pra është përdor si simbol, si kapital simbolik, shumë parti politike, shumë njerëz edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, kam përdor si një kapital simbolik në funksion pushteteve të ndryshme. Kjo mund të jetë pushtetet politik, mund të jetë edhe pushtet ekonomik. Zote Aliu, jo për qeni qartë, me që ju peç kuptuam ju, a jeni të këti mendimit që BDI në emër të luftës UÇK-s qëndroi 22 vite në pushtet? Në emër të luftës nuk mund të them 100%, por definitivisht ka pas një impakt të jashtëzakonshëm, pra kapitali i luftës. Dhe kjo ndodh ka mos në botë, pra. Komandant, udhëheqës të luftrave në gjithë botën, pas përfundimit të luftës, hynë marrin pushtetin politik. Dhe mund të numërojmë me 100 raste nga historia politike ku ka ndodhur kështu. Por që individca këtu e kanë keq përdor, janë pasuru, kanë zhvat, dhe kanë bërë punë të liga në emër të UÇK-s dhe e këtij punës komandantit, kjo është e padiskutueshme. Dhe ne gjithë e dim të këtë gjë, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Përderisa një amblem, një simbol i tillë do duhet ishte e shenjtë, do duhet ishte e shenjtë dhe e panjollosur. Kjo ishte pra intenca ime pa për me u bë pak për me u bë autokritike dhe me dhanë një mendim kritik, se ne nuk kena nevojë të krijojmë mite. Jetojmë në epokën e dekonstruksionizmit, ku ne duhet edhe me u çliru prej këtyre miteve. Kjo ishte ideja. Po, e kuptua drejta në se ato drejtë kuptoj dhe nuk është për spariher që ndigjoj edhe në debatet tjera ka pas debatet kësaj natyre, nuk është për spariher, por çdo komandant i ushtrisë qëllimtare të luftës Kosovës ka emën mbi emën. Dhe çdo komandant edhe këtu në Maqedoni ka emën mbi emën, nëse kanë bë veç për komandant. Jo, njerëz të do të vita jetë. Po, zote Aliu, ta përfundoje fjalën. Do të vita jo. Po, secili prej nesh ka emën mbi emën. Po,
Komandantët kanë qenë komandant derisa ka qenë lufta, edhe atje edhe këtu. Mbas luftet ne jemi demobilizu, kemi hek uniformat. Normal, dikush ka shku me BDI, dikush ka shku po flas maqënia dhe me PDSH-n në atë kohë dhe me partit tjera. Bashkëluftarët, me brigadës teve, kom pa që jënë bashkëndit subjekteve tjera, duke pa se interesin e vetë, se në përmet ati organizimi politik mund përfitoj edhe aj personalisht diçka qoftë punësim, dhe të mira materiale dhe kështu me radhë. Unë nuk e mohoj atë se kjo punë është kështu, po individët e caktuar, edhe mbas lufte kanë emën mbi emën, qofshin edhe me background që kanë si pjesëtar të UÇK-s. Edhe në Kosovë, unë nuk du të flasë se duke është tema, jo, merrni, kush sot janë njerëzit më të pasur në Kosovë dhe shkru me radhë, shumica, e them shumë me përgjithësi, mbi 70% janë njerëz që s'kanë qenë luftë, kanë ndihmuar ndoshta luftën, por ata njerëz janë marrë me biznis edhe para se ndodhe lufta në Kosovë, edhe këtu në Maqedoni janë marrë, edhe para asaj. Mendoj që nuk u kuptuam. Jo kuptojmë, po do të flasim dy nivele ndryshme më duket. Dhe flas parimisht parimisht. Zotni Aliu, unë nuk e mohoj atë, unë e kam thënë publikisht e them edhe këtu. Ne përfaqësues të ushtrisë qlirimtare kombëtare këtu në Maqedoni, që formuam BDI. Unë duhet jem shumë korrekt me opinionin dhe me qytetarët këtu në Republikën e Maqedonisë shqiptarë. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë e rujtën, apo e votuan 20 vjetë, apo 25 vjetë me radhë, e votuan krahun e luftës këtu, që do të thotë ato kanë pa një respekt veçantë për ne. A e kemi bën ne punën tonë, që duhet, ajo është temë tjetër. Po unë, edhe në partije kam thënë dhe këtu e them, unë jam falimnderues për atë. Gjë që nuk ndodhi në Kosovë. Edhe në Kosovë e bën luftën. Këta që e bën krahë luftës, po i hupën zgjedhjet për rrugovës. Edhe këto janë realitete. Dhe çtash me hi edhe në Kosovë edhe këtu. Kush ka bërë këtë shpërdorime, ku janë ata, a janë PDK, LDK, AK edhe kështu me radhë. Ajo është një kolorit që nuk mund tjetë i mund asë një parti për kësaj. Këtu e kam fjallin. Jo, dakor, po, besoj që u qartësuat në këtë pjesë, Zoti Aliu, si vlerëson. E përmendëm edhe në hyrje që gjatë kohë nuk është protestuar në Maqedoninë e Veriut. Ju madje nxjerrët një segment që fatkeqësisht pra populli shqiptar tha që proteston vetëm për çështje nacionaliste. Kjo fatkeqësisht. Në këtë drejtim, a ka kushte ideale për të protestuar edhe për çështje tjera këtu në vendin tonë? Pse nuk protestohet? Kushte, në kuptim, nëse kemi fjalën ka liri, besoj që ka liri, por nuk ka vetdije. Nuk ka vetdije tek qytetarët. Pra, unë nuk e di, ma kujtoni ju që edhe zoti Aliti është më i vjetër, ma të regoni, ku di, një proteste pensionistëve shqiptarë. Nuk mbaj mend. Protestat të pensionistëve, zoti Aliu, ka pasur, por nuk i dim pjesëmarrësit e Jo. Kemi pas në protestat, po me sigurisht kujtohet ma mirë se ose një protest, ku ta di, rasti themelimit universitetit kanë qenë ama gjitha lidhen me çështje kombëtare. Unë aty e kisha fjalën pak më shumë pra me daljen nga kjo hapësira e çështjes kombëtare dhe me protestu edhe për kudi për cilësi, le të themi për arsim, pak për shëndetësi, për ekologji. Du me thënë që unë jam kritik këtu, e përfundoj. Jam kritik vetdia, pra ndaj unë në fillim e thash që vetdia për protesta kërkon një vetdije shumë të lartë. Definitivt. Po këtu zoti Aliu, përveç çështjeve, dhe unë tu du të dalë, pra unë mendoj që çështjet kombëtare po mbajnë peng gjitha çështjet tjera. Dhe ajo që unë bëj ftesë, jo edhe këtë studio dhe shkrimet e mia për para studentëve të mi, pra unë po them që njëre për gjithmonë me mbyll këto çështjet kombëtare, edhe me fillu me diskutu, se sot jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, me diskutu pak ekonomi, pak arsimin e kemi, le të themi, në gjendje kome, jo ndoptë, në krizë e thellë është arsimi. Shëndetësia është e tillë, ku ta di pak pastërti, shiko që po na ndodh. E kështu me radhë. Pra prandaj unë po them që pra protesta, reagimi, kritika
Liria, pra jenë mendoj që janë bare ranë për ne. Po, zotë Aliu, me gjithatë ju fokusin e keni tek vetdia e qytetarëve. Ne për protestat, nëse kthehemi në retrospektiv, pra numri më i madh i protestave është edhe kundër rasteve të montuara politike, sepse mbase është çështje e imponuar në vendin tonë, pra sepse si do të duke në prizmën më të gjerë që shqiptarët ngriten dhe të protestojnë për ajër më të pastër derisa kanë të burgosur shqiptarë të cilët vuajnë pa drejtësisht. Ka pas periuda relaksimi, qeverisja LSDM BDI 8 vjet apo 7 ka qenë një periudhë relaksuese nga aspekti i marrëdhënieve ndëretnike. Prapë nuk pash dikush protestoj. A bën zoti Aliu? Po, zoti Aliti. Nuk po kthehem te zavisministja që tha se ato në kuadër të ligjit do të veprojnë që në gjithë botën veprohet në kuadër të ligjit, pa ato duhet kujdesen edhe për qytetarët këtu të cilët vendaliqe që mund të bëjnë ndonjë incident edhe kështu me radhë që nuk do të ishte interes i kërkuj këtu të provokohet çdo njeri që vjen nga Shqipëria dhe Kosova. Kurse sa i përket kësaj, une, zoti Aliu, jam marrë me politikë gjatë kohë. Dhe pse kemi ardhur në këtë drejtë në shqiptar që çdo herë të miremi me çështje kombëtare. Do t'ju kthej vitet e 90-ta, unë kam bërë aktivitet edhe atëherë, kam bërë aktivitet edhe vitet e 80-ta. U bë privatizimi i pronës shoqërore në Republikën e Maqedonisë, një punëtori madhvol nuk ju dha ndonjë përfaqësues shqiptar. Për shkak se instruksionet kanë qenë, i them, kam informata burimore nga Kiro Gligorovi dhe Branko Crvenkovski atëherë, që gjithë sipërmarrjet me kapital shtetëror që privatizohen, po që falen ma thjesht të them që falen me Maqedonasve apo njerëzve që kanë një pjesë që kanë udhëhequr në atë kohë, po të afërt me pushtetin. Këtë kam marrë pjesë 7 ditë në Budapesht, ka qenë një konferencë për privatizimin e Ballkanit dhe ne ka thënë një profesor i hungares se Maqedonia duhet bëjë privatizim. Kurse përfaqësuesi shqiptar i Shqipërisë, Artur Çeku, se ata s'kishin ministër, po e përmendin me emën, dul foli në emën gjithë Ballkanit dhe foli edhe në emën të Maqedonisë, asnjë prej nesh nuk apo përpaljes Maqedonën nuk duhet ta kontestohej. Ai tekstualisht e tha kështu: ju në Maqedonisë keni bërë privatizim, ju keni fal njerëzit afërt pushtetit gjithë ndërmarrjet me kapital shtetëror. Dhe pse e them këtë? Se edhe vitet e 90-ta, edhe PPD-ja, edhe PDSH-ja më vonë jemi marrë me flamurin, me gjuhën edhe kështu me radhë, njëjtë gjë e bën sot Mickovski. Jo rastisht ka prek shtillat kryesore të marrëveshjes paqësoritorit, gjuhën, përfaqësimin e drejtë dhe kështu me radhë mos t'i numroj. Gjë që pa vetë dije, ne shqiptarët, disi vrapojmë që pajtohem me ti, vrapojmë pas kësaj që është interes kombëtar, nuk vrapojmë ajo që na ushqen me bukë, se dhe ati duhet protestohet se që ka nevojë çdo qytetar të Maqedonisë sigurohet kafshatën e bukës, edhe shqiptarët kanë pa nevojë dhe nuk është rastisht se ne shqiptarë, sidomos të Maqedonisë, jemi gurbeçarë të parë të Ballkanit. Mos të flas Shqipëni e Kosovë dhe kështu me radhë. Kështu që unë pajtohem me ti. Ajo që po më shqetëson që sa vjet 35 vjet pavarësi, ne akoma nuk mund të çlirohemi nga këto ngarkesa. Vjet kur është kriju qeveria, na thanë që çështjet etnike do i përmbyllin, pra, do merrena me drejtësi, BE dhe ekonomi. Dhe unë realisht u gëzova, thash, sigurisht të ruheshin të arritur atë çështërarit. Edhe u besova. Po, paka shumë besova të thash edhe ndoshta edhe VMRO DPMN ka marrë mësimin nga e kaluara, edhe në pozitë, edhe ajo qeverisja e zotit Gruevski nuk ishte edhe qeverisje për të marrë shembull, dhe ndoshta thash pak do japim më shumë rëndësi ekonomisë, por fatkeqësisht nuk ndodhi, ato fillon çdo populli të kruhen aty tek këto çështje dhe ne sot tek kësaj dite, pra ajo dialektika, antagonizmi shqiptaro-maqedonas vazhdon dhe ky antagonizëm, ky dialektik po mban peng gjitha çështjet e tjera, pra gjitha çështjet e tjera.
Fatkeqësisht. Zote Aliti, pak para u diskutua çështja e pjesëmarrëve të krerëve të koalicionit Vlen, me tjera shepamën një deklaratë, ju si antari i Këshillit Organizativ me që jemi krejt në fund. Keni dërguar ftesa të veçanta mysafirëve special që do t'i keni pjesëmarrës në këtë protestë dhe në mesin e këtyre, a keni dërguar ftesa të tilla dhe nëse po, në mesin e këtyre ftesave, a keni dërguar tek liderët e koalicionit Vlen? Kjo është hap të ne këtu në Këshillin për organizativ përmbajtjen, them këtu në Shkup, protestës mes nesh është hap edhe kjo temë. Vlerësimi jonë ka qenë se nuk është mirë, do të harojmë personalitete edhe që janë me ndikim dhe kanë dhënë kontribut si sekretari i shoqatës burgosërve politik edhe tjerë në Republikën e Maqedonisë, dhe vendimi ka qenë se më mirë është që mos bëjmë ndonjë shkelje, që ftesa tjetë e përgjithshme. Unë përsëri e them edhe njerë ju bëj ftesë. Unë e di se edhe ato e vëllezërit tonë, edhe ata e ndjenë se është mirë të marrin pjesë në këtë protestë, kur gjatë keqe nuk do të kisha ato të jenë prezent. Përkundrazi do të shoshin porosi edhe faktorit e ndërkombëtar edhe të mregjshëm, se kur janë piqe këto çështje, ne shqiptarët dim edhe të ofrohemi edhe të bashkohemi. Dhe nuk do të hupte askush prej nesh apo do të fitonte ndonjë poen politik se ka marrë pjesë ose s'ka marrë pjesë. Dakor. Zote Aliu, si e vlerësoni ju, në fakt jemi krejt në fund dhe një mendim tuaj mbi protestët që do të mbahet nesër. Do të përfundoj ky cikël i protestave me Shkupin apo sipas pikpamjes tuaj, cilat do të jenë hapat e veprimit në vijim? Besoj që po. Dhe nuk mendoj që ka ndonjë kuptim vazhdimi këtyre lloj protestave. Tani ne i dim 3 qendrat e botës shqiptare, është Tirana, Prishtina dhe Shkupi. Unë prapë e përsëris të janë protesta simbolike, pra një mbështetje morale edhe për njerëzit atje, po edhe një mesazh simbolik që për hir të ndershmërisë kauzës UÇK-s, pra, është simbolike dhe për mendimin tim nuk do të kishte pasur edhe ndonjë edhe efekt edhe shije për me vazhdu, nuk e di ku mund me vazhdu tani, Malzi ndoshta, nuk e di ja mundet atje me Shkup, po besoj që ky cikël përfundon këtu, sipas asaj që lexojmë diku në prill apo në maj gjykata duhet vendos ta sjellë atë gjykimin përfundimtar, i cili unë uroj të jetë pozitiv, kuptimin që gjitha krerët të lirohen dhe njëre për gjithmonë, pra dhe të themi të vulloset pastërtia e UÇK-s dhe kauzës së saj, cila ishte kauza për shtirimin e Kosovës. Dakor. Zote Aliti, për në fund një mesazh për qytetarët në lidhje me protestët që do të mbahet nesër nga ju si antari i Këshillit Organizativ, çfarë mesazhi do të dërgoni? Unë i thras gjithë qytetarët që në Republikën e Maqedonisë, në veçantë shqiptarët, që të marrin pjesë. Është një protestë që kërkon drejtësi, nuk kërkon ndërprerjen e punës gjykatës Hagës apo të marrë ndonjë vendim pa drejt, përkundrazi. Të marrë vendim në kuadër të fakteve që i ka atje. Ne kemi ardhur në pozitë, ne shqiptarët, që të vije, që për ne është mirë ajo, po të vije Wesley Clarke, Christopher Hilli, apo ishte James Rubini edhe shumë tjerë, të flasin për pastërtinë e luftës UÇK-s, të flasin kush ka qenë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, etj. Edhe atë të flasin para opinionit botnor dhe para gjykatësve të kësaj gjykate speciale, dhe e them këtë se është interes kombëtar, vinë të marrin pjesë. A do të ketë protesta mandeja, nuk do të ketë, mendoj krerët e shoqatës veteranëve të luftës Kosovës, janë ato që duhet ta vlerësojnë atë punë. Dakor. Kështu që edhe njerë bëj apel edhe të krerët e Vlenit edhe të gjithë qytetarët, merrni pjesë, është interes kombëtar, nuk është interes partijak i askujt. Dakor, Zoti Aliti, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Zoti Aliu, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në takimin tonë të radhës.